Dylli i veshit, pa pastërti apo mbrojtje. A ka gjasa që shqiptarët kanë probleme me dëgjimin për shkak të përdorimit në mas të madhe të kraneve të pambukut për t'i pastruar vesht? Ndoshta edhe mund të jetë, sepse përdorimi i tyre është armiku kryesor i veshëve. Duket metodë ose mënyrë e mirë për me largu dyllin prej veshëve, por në fakt vetëm shtyhet dylli drejt kanalit të veshit. E çka ndodh pastaj pas këtij veprimi? Lehtë mund të vihet deri te infeksionet e veshit, dëmtimi i kanalit të veshit, edhe rrezikohet seriozisht dëgjimi. E keqja më e madhe është përdorimi i këtyre kraneve tek fëmijët edhe tek bebët, duke harruar që shtresa brenda veshit ose lëkura është shumë e ndjeshme edhe dëmtohet lehtë. Sipas shumë studimeve, dëshmohet që dylli i veshit nuk është pa pastërti, por është mbrojtje për vetë veshin. Ky lëng përmban substanca të ndryshme, të cilat e lëshojnë një erë specifike me çka largohen insektet edhe nuk kanë mundësi me hy brenda në vesh. Domethënë është mbrojtje edhe nuk është pa pastërti. Mjekët specialistë ORL-s kur nuk e rekomandojnë përdorimin e kranëve të pambukut për t'i pastruar vesht. Çka thojnë ata? Thojnë të pastrohen vesht me një leckë të butë e të lagur, por vetëm nga ana e jashtme. Nëse ke qenë prej atyre që e ke praktikuar deri tash, largoje përdorimin e tyre në mënyrë që të mos kesh probleme me dëgjimin në të ardhmen.